Përshëndetje prapë për studion, zoti Roma, prej Gjergjbushit, ju rastisht i kam sjellë në këtë pjesë me qenë se e kemi Fadil Vohrin këtu ku pas disa ditësh Kosova do ta pres Zvicrën, po në vitin 2020 e keni përmend një premtim ndoshta që për shumë njerëz ka qenë i pabesueshëm, një lisje artificial. A ka pas një përpjekje me bo realitet këtë premtim, apo thjesht ka qenë një ide e momentit atë? Unë atëherë kam thonë që ne po e bëjmë zonën sportive, tash fshatin ndërkombëtar, fshatin faktikisht sportiv për garat mediterane, të cilat i kemi tash masterplanin e tyre e kemi përfundu në Bërnisë të poshtme, edhe në momentin kur edhe i krijojmë atje stadionin e ri, krijojmë arenën multifunksionale, mundemi me mendu që ka mundemi me bo me tjera të hapsina, pra kjo ka qenë ajo. Apo i bie që është premtim ose ide për mandatin tjetër, apo pret me përfundu atje, ta ne me këshirë mundësin? Ne shikojmë, po them, momentin kur e ndërtojmë atje, i shikojmë nevojat e kryeqytetit, edhe çka do që është për të mirën e kryeqytetit, atë diskutojmë edhe marrim vendimin, po planet tona tash janë fshati olimpik, atje fshati mediteran, ku i kemi faktikisht 65 hektar me stadionin e ri të kryeqytetit, arenën multifunksionale, e kemi aspektin atletikës atje, universitetin e edukatës fizike dhe infrastruktur tjetër me hotele, zona komerciale të cilat janë të gatshme për garat mediterane, për lojrat mediterane 2030. E pastaj, pas lojrave mediterane, normal që këto do t'i mbesin të rrimëve tanë, qytetarëve të kryeqytetit, për vite me radhë, ku edhe mundemi me organizu numër të madh të eventeve të ndryshme botërore, si në futboll, në basketbol, në volejbol, në sporte marciale e në sporte të ndryshme ndërkombëtare, pra do ta kemi të gjithë infrastrukturën e gatshme. Mirë, e kthejmë prapë studion në linjën studio dhe vazhdojmë ecim drejt Duvazhinit. Pra, sipas rezultateve që i pam herët nga raundi i parë edhe nga votat për kandidatët, por më shumë për ato për asamble, duket se cilidon nga kandidatët që ta marrë, pra, të fitoj dhe të udhëheqë kryeqytetin, duket se nuk do të mund të qeverisë i vetëm dhe ta ketë shumicën me partinë e tij.